Horoskopi mujor gusht dashi. Jupiteri tani është në retrograd në shenjën tuaj, që do të thotë se do të rriteni me një ritëm më të ngadalt për muajt e ardhshëm. Dhe kjo është në rregull dash. Përdoreni këtë retrograd tani deri në 23 nëntor për të siguruar që përparimi juaj i fundit të jetë realist dhe i qëndrueshëm. Sezoni i luanëve ka të bëjë me krijimtarinë tuaj, pasi ka shumë ide që luten të dalin dhe që mund të marrin formë në shtator. Nëse jeni beqar, afërdita në luan duke filluar nga 11 gushti do t'ju ndihmojë të tërhiqni vëmendjen nga interesat e dashurisë. Shijoni argëtimin sa të mundeni, sepse sapo të mbëri sezoni Virgjëreshës në 22 gusht, me shumë mundësi do t'jeni shumë të zënë në punë. Demi. Intensiteti astrologjik i korrikut derdhet në këtë muaj, pasi planetët në luan aktivizojnë tensionin e vazhdueshëm midis dy fushave të jetës suaj. Është koha për të përqafuar ndryshimin dhe për të ecur përpara. Kështu që bëni kërcimin rreth 18 gushtit, që është një ditë me fat dhe kur universi do t'ju mbështesë për të pohuar veten. Në 20 gusht, Marsi largohet nga shenja juaj ndjekur nga Urani, që shkon retrograd në shenjën tuaj në 24 gusht, që nga ky moment jeta duhet jetë më e lehtë dhe më e parashikueshme. Përdorni fillimin e sezonit të Virgjëreshës dhe veçanërisht hënën e re të 27 gushtit për të kanalizuar disa ide, pasi truri juaj do të jetë i mbushur me kreativitet. Binjakët. Për ju binjak, sezoni i luanit ka të bëjë me komunikimin, kështu që mund të përgatiteni për të përfunduar një projekt ose për të bërë një prezantim të rëndësishëm. Sundimtari juaj planetar Mërkuri është tek Virgjëresha midis 4 dhe 24 gushtit, duke ju ndihmuar të qëndroni të fokusuar në detaje. Megjithatë, lajmi më i madh për ju është hyrja e Marsit në shenjën tuaj në 20 gusht, ku do të qëndrojë deri në mars të vitit 2023. Kushtojini vëmendje energjisë që ju vjen në fund të muajit. Temat rreth ambicjes dhe vetpohimit do të bëhen të përhapura për ju. Tani më shumë se kur fjalët tuaja kanë fuqi dhe të mësoni se si t'i përdorni ato do të jetë çelësi për rritjen tuaj. Gaforia. Për ju gafore, fillimi i gushtit do të jetë në lidhje me menaxhimin e burimeve, pasi planetët do të aktivizojnë shtëpinë tuaj të dytë të aseteve. Mund të merrni para, por edhe të keni biseda serioze me një partner romantik apo biznesi, me shumë mundësi rreth hënës së plot të 11 gushtit. Ndërsa Marsi hyn në binjakët më 20 gusht, ju fillon një periudhë 6 mujore në cilën sektori mendjes tuaj ndërgjegjshëm do të jetë plotësisht i gjallë, që tani deri në mars të 2023-shit mund të ndiheni të interesuar dhe të eksploroni tema egzotike dhe shpirtërore, dhe madje mund të bëheni më privat se sa jeni tashmë. Kushtojini vëmendje ëndrave tuaja dhe ndoshta mendoni të filloni një ditar ëndrash. Luani. Gëzuar ditëlindjen Luan, me diellin në shenjën tuaj po shijoni kohën tuaj në qendër të vëmendjes. Afërdita gjithashtu hyn në shenjën tuaj në 11 gusht, duke e gjuajtur sharmin tuaj në çati, ndërsa punoni në dhomë. Megjithatë, vendimet do të duhet të merren në këtë ditë, pasi hëna e plotë e këtij muaji do t'ju sfidoj. Ti shihni gjërat nga një kënd vështrimi i ri. Vepro sipas asaj që universi është përpjekur të bëjë të ndryshosh ose të braktisësh. Një figurë autoriteti ose dikush që nuk është gati t'ju shoh në këtë nivel mund t'ju pengojë me afrimin e 14 gushtit. Për fat të mirë, kur të vi stina Virgjëreshës, tensioni do të fillojë të ulet. Virgjëresha. Ndërsa fillimi i muajit mund të ketë një atmosferë të çuditshme, ju duhet të filloni të ndiheni në elementin tuaj kur planeti juaj Mërkuri hyn në shenjën tuaj në 4 gusht. Nëse keni punë ose detyra për të përfunduar, Mërkuri do t'ju ndihmojë të shkëlqeni. Sapo dielli të hyjë në shenjën tuaj në 22 gusht, ju do të ndiheni më social për të zhveshur gjërat tuaja. Hëna e re e 27 gushtit është në Virgjëresh dhe është koha juaj më e mirë e vitit për të vendosur synime. Kombinuar me Marsin në shtëpinë tuaj të 10 të suksesit, duke filluar nga 20 gushti, duhet të jenë për karrierën dhe dukshmërinë publike dashur Virgjëresh.
Peshorja. Ju filloni gushtin duke u fokusuar në karrierën tuaj, pasi afërdita në shtëpinë tuaj të 10 po ju kërkon të punoni shumë për projektet dhe ëndrat tuaja. Një rritje ose një projekt i ri mund të bjerë në prehërin tuaj. Sapo Venusi hyn në Luan në 11 gusht është koha e festës. Do të jeni duke u shoqëruar, por edhe në rjet, ndoshta edhe duke përzier biznesin me kënaqësinë. 18 gushti në veçanti mund të jetë një ditë me fat për ju. Sapo dielli të hynë në Virgjëresh, do të ndiheni pak më introspektiv, pasi po hyni në një periudhë të vitit në cilën pushimi dhe relaksimi do t'ju përgatisin për kthimin tuaj të ardhshëm diellor në shtator. Akrepi. Gushti është një muaj i madh për ju Akrep, pasi planetët do t'ju nxisin të përqafonin ndryshimin. Ky ka qenë një proces i vitit 2022 për ju, në të cilin duke braktisur të vjetrën, po fitoni energji të reja në karrierën tuaj si dhe në marrëdhëniet tuaja. Kjo do të jetë veçanërisht e vërtet gjatë hënës së plot në 11 gusht e cila mbërin intensivisht. Më pas në 20 gusht, Marsi, sundimtari juaj, hyn në binjakët, ku do të qëndroni deri në mars të vitit 2023. Për 6 muaj të ardhshëm, një projekt komunikimi ose shkrimi mund të bëhet vendimtar në jetën tuaj. Ndoshta është koha për të shkruar atë libër ose për të nisur atë podcast për të cilin keni folur. Shigjetari. Jupiteri, sundimtari juaj madhështor, shkoi në retrograd në 28 korik, kështu që me hyrje në gusht, ju keni filluar të zhyteni në një ritëm më të ngadaltë të jetës. Përdorni ditët e para të gushtit për të medituar mbi përparimin që keni përjetuar këtë vit, sepse sapo të vi sezoni Virgjëreshës në 22 gusht dhe hëna e re në 27 gusht, do të jeni gati të vendosni disa objektiva realiste për karrierën tuaj. Në 20 gusht është gjithashtu një ditë e madhe për ju, pasi Marsi hyn në shtëpinë tuaj të 7 të partneritetit, që tani, deri në mars të vitit 2023, marrëdhëniet tuaja do të jenë dinamike dhe mund t'ju duhet të bëni partneritet me dikë për të manifestuar dëshirat tuaja më të thella. Briciapi. Afërdita e dashuruar po pushton shtëpinë tuaj të 7 të partneritetit, gjë që mund t'ju bëjë të nxeheni dhe të rëndoheni me partnerin tuaj. Mund të keni edhe disa biseda serioze për hapat e ardhshëm. Nëse jeni beqar, dëshira për të qenë serioz me dikë mund të jetë reale. Kur fillon sezoni Virgjëreshës, do të ndiheni në elementin tuaj. Ju madje mund të dëshironi të bëni një pushim dhe me sundimtarin tuaj Saturnin aktualisht në retrograd, është padyshim koha për ta bërë këtë. Kur keni kërkime dhe bëni rezervimin tuaj, zgjidhni të vizitoni një vend të ri egzotik ku nuk keni qenë kur më parë. Duke vepruar kështu, ju i tregoni universit se jeni gati për përvoja të reja. Ujori. Gushti do të nxjisë ndryshime në jetën tuaj dhe ju jeni më se gati për t'u përballur me të. Marrëdhëniet tuaja po ndryshojnë, një trend që do ta vazhdoni ta përjetoni në gusht. Disa urrejtës të fshet mund të kenë nevojë të hiqen nga jeta juaj dhe hëna e plotë e 11 gushtit do t'ju tregoj se cilët janë ata njerëz. Në 21 gusht, asteroidi Vesta hyn në shenjën tuaj në lëvizje retrograd, duke sjell tema nga fillimi i vitit për t'u rishikuar dhe ripunuar. Nëse keni dashur t'i përkushtojeni një praktike të re shpirtërore, Vesta do t'ju ndihmoj në kanalizimin e kohës dhe përpjekjeve për të thelluar lidhjen tuaj të mendjes, trupit dhe shpirtit. Peshqit. Në fillimin e gushtit, Venusi dashuruar është në shenjën tuaj, shokun e Gafores, duke aktivizuar shtëpinë tuaj të 5 të romancës dhe argëtimit. Nëse jeni beqar dhe dukeni, 10 ditët e parë të muajit janë ideale për të vendosur veten. Sapo dielli hyn në Virgjëreshën më 22 gusht, ai aktivizon shtëpinë tuaj të 7 të partneritetit duke e lajmëruar një muaj për të cilin do të fokusoheni në lidhje 1-1. Nëse keni dashur ndonjëherë të punoni si mjek apo trajner, hëna e re 27 gushtit është basti juaj më i mirë për ta filluar këtë. Shërimi në veçanti mund të jetë shumë i dobishëm pasi do t'ju nxjisë të punoni, i cili aktualisht është retrograd në shtëpinë tuaj të dytë të vlerave personale. Kalofshit një muaj të bukur.